Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka akuzuar Serbinë se ka ndërhyrë drejt për drejtë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë dhe se ka ndikuar në zgjedhjen e deputetëve serb dhe të pakicave të tjera. Në këtë skemë të ndërhyrjes kemi identifikuar 7 instanca apo aktor shtetëror e jo shtetëror të Serbisë. I pari është presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i dyti është kryeterroristi Milan Radojičić, pastaj është drejtori të ashtu quajturës serbe për Kosovë, Petar Petković, Agjencia e Inteligjencës së Serbisë, BIA, mediat serbe të kontrolluara nga pushteti në Beograd, lista serbe dhe së fundmi edhe struktura ilegale përfshirë këtu bankën postare kursimore, qendrat sociale, zyrat e pensioneve, MTS-i, Telekomi i Serbisë, si dhe ish pjesëtar të Policisë Kosovës. Sipas Kurtit, janë identifikuar 10 teknika të ndryshme për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Ndikimi i dikurshëm, brutal, fizik, përfshirë këtu edhe rrahjet e vrasjet, nuk ka qenë i mundur më. Si zëvendësim janë rritur forma tjera të kërcënimeve hibride, kryesisht joshja dhe kushtëzimi financiar, shantazhi e frikësimit e kërcënimet, por edhe sulmet kibernetike. Vetë presidenti i Serbisë ka inkurajuar çdo aktor shtetëror e jo shtetëror serb që të përfshihet në zgjedhjet e Kosovës. Për këtë qëllim, rol ekzekutiv ka pasur kryeterroristi Milan Radojičić, apo njeriu i cili ka marrë detyrat për Kosovën nga presidenti i Serbisë. Misioni vëzhgues i BE-s në prezantimin e gjetjeve preliminare të tij për zgjedhjet e 9 shkurtit tha se Serbia kishte ndërhyrë në zgjedhje të përmes trysnisë ndaj votuesve serb në Kosovë. Serbia u akuzua edhe nga Gjermania për ndërhyrje në zgjedhjet në Kosovë.